i ka kaluar ditët e fundit të jetës këngëtarja shkodrane Naile Hoxha, e cila mbylli syt në moshën 82 vjeçare, duke lënë pas një karrierë të pasur artistike gati 60 vjeçare. Mjëzë i dashur që e kodiste me njëherë tek ata që e dëgjonin, një portret i bukur dhe buzëqeshja karakteristike e bënin atë një nga këngëtaret më të dashura për publikun. Naile Hoxha do t'i kalonte vitet e fundit të jetës në një azil privat në Shkodër, ja si e kujtojnë Nailen brenda këtyre mureve. Qëndrimi i nanës Naile, sepse na kështu e kena cilësuar dhe kështu do e cilësojmë gjithmonë nana Naile, ka qenë një qëndrim i qetë, mirë i saj, pavarësisht moshës, pavarësisht problemeve zemrës që ka pas gjithmonë, sepse ajo ishte edhe gjaja që i solli vdekjen. Ditë qeta të sajat, me një dashuri të madhe, me gjithë njerëzit që kanë ardhur dhe kanë vizitu, familjarët e saj, me fëmijën e saj, me vajzën e saj të mrekullueshme Ermirën, që i ka ardhur shumë shpesh. Edhe meraku i saj i fundit ka qenë pikërisht vajza e saj e cila jeton në Gjermani. Meraku i saj i fundit ishte vajza e saj, që e ka dashur si çdo nan, por e ka te i kalu dashnin. Ajo ka provuar të jetojë në Gjermani pranë vajzës, por në ditët e fundit zgjodhi Shkodrën, vendi ku lindi dhe u rrit. Nuk pati dëshirë mama najt, në atë vend si duket ndoshta edhe këto ditë që i erdhen kërkote për më ardhë të vendi vet, sepse e ka adhuru Shkodrën. Një humbje e madhe e brezave të artë, kështu shprehen këngëtar të një brezi më të ri në Shkodër për Nailen e që mësuan prej saj. Është një humbje e madhe e brezave të artë, që shquhet në brezat e artë Naile Hoxha, e ndjera Naile Hoxha. Aja njihet me anje nga të gjithë brezat, edhe pse ka shumë vite që kënon me dekada, të gjithë edhe të rritë, e ndëgjojnë, kënojnë. Nailja do të niste të hidhte hapa drejt karrierës së saj që në moshën 13 vjeçare, për të vjuar më pas me kompeticione të rëndësishme kombëtare që mbaheshin aso kohë në Radio Shkodra. Xhamadanin Kuq Sigjaku, Mojemir Synin Larush, Djali Dashtun, Siç po fryn flat pranvere, janë disa prej këngëve që këndoi plot pasion, duke prekur dhe skenat jashtë vendit.